Koha është tani për intervistën në studio me profesorin e së drejtës Kadri Kryeziu. Mirëmbrëma dhe mirë se vini zotë Kryeziu. Mirëmbrëma, mirë se vjen. Kënaqësi t'ju kem në studio si për herë. Faleminderit shumë. Natyrisht dua të flasim në fillim për takimin e paralajmëruar për nesër. Presidenti Vjosa Osmani do të takojë krerët e partive politike. Cilat janë pritjet e juaja në këtë takim, në këtë situatë, ndoshta edhe të pazakontë që ndodhet vendi? Jo, situata është e zakonshme, duke pasur parasysh se ka kaluar një afat kushtetues 15 ditë dhe nuk ka pasur mundësi se të konstituohet qeveria, kështu që ka fatështesë 10 ditë tjera, dhe thotë që presidentja ka për detyrë kushtetuese dhe ligjore që të kontaktoj me subjektet politike dhe të shohë a ka mundësi që të konstituohet qeveria e re apo jo. Çfarë janë pritjet e juaja, pra në këtë takim, cili do të jetë veprimi i zonës Osmani në takim me liderët e partive? Por nëse takohet nesër, me siguri se do të diskutoj me subjektet politike dhe do të shikoj se cili subjekt ose grup parlamentar ka mundësi dhe ka fakte që mund të krijojë një qeveri me gjatë një vota. Dhe pastaj është në diskrecionin e saj se me nominu një mandatar të ri e cili ai brenda disa dite do thotë të krijojë qeverinë e re. Deri tani asnjë parti, asnjë subjekt politik nuk ka sinjalizuar se mund t'i ketë 61 vota në fakt. Por nëse jo, atëherë është opcioni tjetër, e cili është një zgjidhje. Kjo zgjidhje janë zgjedhje të jashtëzakonshme, të cilat duhet të mbahen brenda 45 dite, domethënë prej momentit kur i shpall presidentja si autoritet suprem i kushtetutës. Pra, zoni Osmani ka 10 ditë afat, kohë që i bie rrjedhimisht nga 26 tetori kur mbajt seanca për votimin e qeverisë së Kurtit që dështoi, i bie deri me 5 nëntor. Më pas atëherë përcakton një datë të zgjedhjeve, domethënë edhe ato zgjedhje duhet të mbahen brenda sazave kushtetuese, domethënë brenda 45 dite. Këto zgjedhje janë zgjedhje të jashtëzakonshme. Dhe partitë politike në të përgatiten për zgjedhje, nuk ka zgjidhje tjetër, por është në rregull për atë arsye se është konstituu parlamenti me gjitha ato peripetit të cilat i ka pas, me situatat absurde, po me presionin e opinionit publik dhe me punën e shkëlqyeshme të gjykatës kushtetuese, po një ashtu edhe me presionin tim personal, domethënë, duke pas parasysh se ne jemi një shoqëri, një shtet parlamentar, domethënë bazik parlamentar, dhe për parlamentit derivojnë pastaj edhe qeveritë edhe institucionet tjera respektabile të Republikës së Kosovës. Duke parë qëndrimet qoftë të vetëvendosjes dhe të partive ish opozitare, a mund t'i bie që nesër sqarohet gjithçka edhe sa i përket çështjes së mandatar? Po shiko, domethënë duke pas parasysh që na kaluan 8-9 muaj, domethënë këto farë peripeti, në farë forme edhe deputetët kanë humbur atë kredibilitetin në popull, kështu që nuk do të kish vlerë, domethënë të kemi një qeveri me këta deputet dhe unë jam për një situatë jashtëzakonshme të ashtu për zgjedhje të jashtëzakonshme dhe të provohet të kthehet thotë mandati popullit sovranit dhe sovrani pastaj të vendos për të ardhmen për zgjedhje më të mira ndoshta edhe më të çelëta. Albin Kurti, kryetari i vetëvendosjes, ishte mandatuar nga zonja Osmani dhe kishte afat 15 ditor, por në herën e parë nuk arriti të marrë votat e mjaftueshme për të votuar qeveria. A mund ta propozoj sërish vetëvendosje mandatarin e njëjtë, emrin e njëjtë, Albin Kurtin pra apo jo? Paraprakisht mund të kthehemi te parlamenti, kur disa herë do thotë nuk ka mund të marrë kryetari i parlamentit votat e mjaftueshme, është nënkuptuar se edhe kryeministri i të ardhmë nuk mund t'i merr votat për qeverinë dhe kështu kjo zgjati deri më tash. Dhe në bazë të kushtetutës do thotë nuk përjashtohet edhe partia e parë, mas herën e dytë, por kanë më shumë përparësi partitë tjera, duke pasur parasysh se edhe një kandidat tjetër i njëjtës parti nuk mund të ketë ndonjë autoritet ose legitimitet më të fuqishëm se kryetari i partisë që të bëjë qeverinë, kështu që do thotë me siguri që presidenti do të diskutojnë më së shumti me partitë tjera opozitare, do thotë me Partinë Demokratike, Lidhjen Demokratike, Aleancën e kështu me radhë. Pra, me zotin Albin Kurtin nuk mund të kandidohet sërish për çështjen e kryeministrit? Jo, kushtetuta nuk toleron, domethënë vetëm procedura është e njëjtë me njerëz të ndryshëm. Po, mund ta
mandatoj dika tjetër. Po, Vetëvendosje. Po, vetëvendosja mund ta kandidoj dikon tjetër nga vetëvendosja, po logjika nuk lejon, duke pasur parasysh se nëse Herën e parë ka dështuar. Nëse lideri më i fuqishëm autoritativ nuk ka mundur ta bëjë qeverinë, atëherë nuk ka logjikë që të kandidohet një personalitet tjetër i cili ka një fuqi më të vogël politike dhe autoritet më të vogël. Pra, logjika sipas jush thotë që zonja Osmani nesër mund t'i thotë partive të tjera përveç vetëvendosjes, a i keni numrat ju për ta mandatuar më pas për kryeministrin. Nëse ka alternativa, atëherë presidentja është varet nga ka diskrecionin presidentit varet se për kënd ai mendon që mund të krijojë një qeveri të re, domethënë edhe mandaton si të tillë. Varet prej vullnetit të saj, e cila është garantuar dhe kufizuar me ligj. Bazë të saj, domethënë ajo vendos një mandatar të ri, e cila mendon se në të ardhmen e afërt do ta krijojë një qeveri të re. Si presni në fakt që të ecë ky takim i nesërm, që është konfirmuar pra të jetë në ora 12 mes presidentes dhe liderëve të partive politike, a mund të ketë, themi, edhe ndonjë marrëveshje, konsensus, nga që pikërisht kjo ka qenë edhe kërkesa e zonjës Osman? Po shikoni, idetë fillestare kanë qenë që ish partitë opozitare ta krijojnë qeverinë, duke pasur parasysh se kanë numrat. Thotë nëse bëhen së bashku, Partia Demokratike, Lidhja Demokratike, Aleanca, minoritetet, kanë numrat të mjaftueshme të krijojnë qeverinë dhe ta dërgojnë vetëvendosjen në opozitë. Por ky ngërç, domethënë edhe kjo kongolsi, sidomos e Lidhjes Demokratike, e cila do të thotë ishte shumë e ngurtë, nuk lëvizi as në të djathtë as në të majtë, atëherë nuk ka mundësi të krijohet ndonjë qeveri e opozitës dhe unë mendoj bazë të domethënë veprimeve dhe paraqitjeve publike të liderëve të partive politike, ata janë të gatshëm të shkojnë në gjëra të jashtëzakonshme. Por a do të ishte më mirë që të kishte një qeveri ndoshta edhe afat shkurtër, edhe qeveri me numra, themi, kushtimisht 61, 62 vota, apo të shkohet pra në zgjedhje të jashtëzakonshme? Sipas mendimit tim, më mirë kishte më qenë një qeveri e pakicës, e cila do t'i krynte disa punë të cilat kanë mbetur pa kryer, respektivisht domethënë miratimin e buxhetit, i cili është një segment tepër i rëndësishëm vital për funksionimin e shtetit, sidomos për mallra dhe shërbime, dhe pastaj ky buxhet në qershor do të vijë deri te ribalancimi i tij për disa investime kapitale. Do të ndalemi pikërisht te çështja e buxhetit, që është tetë e diskutueshme, zoti Kryezi, edhe për infrastrukturën ligjore, se si mund të ecë tutje, por partitë politike nesër, liderët e partive politike, a duhet ja dëshmojnë pra presidentes Vjosa Osmani numrat në nënshkrimet për mandatarin, se janë të bindur nëse i kanë votat e mjaftueshme, apo si është dhe procedura, si duhet të veprejtë me pas zonja Osmani? Kjo është nga praktika parlamentare, dhe me thonë gjërat të cilat shihen duhet argumentuar, dhe atëherë njëri nga përfaqësues të partive politike, se tash kanë të drejtë të gjithë partitë politike, duke filluar nga ajo më e vogël, nga Aleanca, e deri te Partia Demokratike, nëse e konsiderojnë se mund të bëjë gjatë një deputet me emër dhe me mbiemër, kështu ka qenë, atëherë me siguri që do të veprojë me kompetencë presidenti i shtetit dhe do të nominojë një mandatar. Pra, kjo vlen edhe për vetëvendosjen, ndonse herën e parë pra ka dështuar që të votojë qeverinë e re. Po vlen, nuk është e përjashtuar, edhe partia e më e madhe e cila ka dështuar, por në procedura do të jetë njëjtë, vetëm duhet të ndryshohet personaliteti i cili konsiderohet se mund të me qenë mandatar i ardhshëm. Albin Kurti të zëvendësohet me dikë tjetër nga vetëvendosje, por deklaratat e vetëvendosjes janë që vetëm në emër që kanë për kryeministër, mandatari kanë Albin Kurti. Në bazë të logjikës, thash edhe herë, në bazë të logjikës, presidentja duhet të tangojë sidomos partitë politike opozitare, përndryshe, kjo është e mbaruar, për shkak se hupet kredibilitet. Nëse bëhet një kryeministër i njëjtës partie, i cili ka fuqi më të vogël dhe autoritet më të vogël politik, atëherë nuk do të ishte mirë për kryetarin e partisë. Pra, opsioni më real janë zgjedhjet e jashtëzakonshme, duke i parë këto qëndrime të subjekteve politike. Tash jemi të qetë në sejurisë për shkak se ka afate kushtetuese, nuk është sigur të parlamentit, se kemi pas shumë probleme turbulenca, tash ka afate kushtetuese dhe nëse jo, atëherë shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme, edhe zgjedhjet janë zgjidhje për këtë situatë. Pra,
që nga 5 nëntori i bie që brenda 40 ditësh duhet të ketë zgjedhje të jashtëzakonshme. Nëse ka pikërisht ndonjë konkludim nga Por më orë deri të zgjedhjet e jashtëzakonshme duhet pajtueshmëri e plotë e subjekteve politike, parlamentare, dhe ato së bashku mund të përcaktojnë, domethënë që shkojnë për zgjedhje, pastaj datën e cakton bazë të kushtetutës së presidentit. Dhe zgjedhjet i bie që do të kemi në dhjetor. Janë disa data të mundshme, 7, 14 dhe 21 dhjetori përmenden si data. Nuk është shumë e relevancë, por shkojmë në zgjedhjet e jashtëzakonshme, datat për mua s'janë shumë. Por i bie që brenda këtij viti, prandaj këtë është çështja. Dhe natyrisht në këtë situatë kur s'ka akoma qeveri të plot, zoti Kryeziu, çështja që po diskutohet shumë është çështja e buxhetit, miratimit të buxhetit. Sot kishte mbledhje kryesia e kuvendit. Aty s'pati fare dakordim për një seancë. E kam cek disa herë, do të thotë situata ka filluar të jetë jashtëzakonshme momentin kur nuk është zgjedhur kryetari i parlamentit me herën e dytë. Prej atij momenti situata ka qenë e jashtëzakonshme, e pashpallur, dhe sot e kësaj dite situata është e jashtëzakonshme, duke pasur parasysh se buxheti është një prej segmenteve tepër të rëndësishme të funksionimit të shtetit. Andaj në fillim thashë nuk është fort të zakonshme. Unë e konsideroj se kryetari i parlamentit duhet ta thrasë një mbledhje të parlamentit, ta shka legitimitet dhe legalitet të plot, dhe të zgjedh trupat parlamentare, që janë grupet parlamentare, kryetarët e grupave, dhe të zgjedh komisionet e përhershme. Në mesin e komisionet e përhershme është edhe komisioni për buxhet dhe financa, edhe atëherë fillohet një iniciativë ose nga presidentja ose nga 10 deputet që të aprovohet ligji për buxhetin, i cili nuk dën më shumë se 60 vota. Kështu që partitë politike, nëse kanë një vullnet të mirë dhe e shprehin atë vullnet politik, atëherë ka mundësi se unë në të mirë e Kosovës. Përndryshe, kjo krijon situata të pakapërcyeshme dhe situata absurde, ta quaj kështu, në të cilën më sigurisht se Kosova do të kishte me humbur shumë. Pra, siç e thash, sot kishte mbledhje kryesia e kuvendit, nuk pati fare dakordim. Dhe ju thoni që kryetari i kuvendit, kryeparlamentari Dimal Basha mund ta thrasë seancën e jashtëzakonshme. Po. Por kush ta hartoi buxhetin për vitin e ardhshëm? Kjo është pyetja e madhe, zoti Kryeziu, nga që ligji për qeverinë thotë diçka tjetër apo jo? Dëgjoj, iniciativat parlamentare mund t'i marrin disa subjekte, mesin e tyre është edhe presidentja, është grupi parlamentar, është kryeministri, qeveria, kështu me radhë, edhe deputet. Kështu që në këtë situatë që është jo e zakonshme, atëherë unë kisha konsideruar që edhe deputet me marrë këtë iniciativë së bashku me Komisionin për buxhet dhe financa dhe me kriju një projekt buxhet i cili do të kaloj në parlament dhe ai do të votohet. Por s'kishte vullnet politik, pra, as mbledhjen e kryesisë, i pam qëndrimet e subjekteve politike, PDK-s, LDK-s, AK-s. Të gjitha këto situata që kanë ndodhur, nuk ka pas probleme të karakterit kushtetues dhe të karakterit të rregullores, por karakterit politik, në të cilën nuk është shpreh vullneti i duhur dhe nuk ka qenë të gatshëm që të shkojnë situata më përpara. Kështu që këto kanë qenë me vedije të plotë dhe kanë krijuar kësaj gërçe, të cilat kanë krijuar tensione të brendshme dhe të jashtme. Dhe kush ka humbur në mënyrë kumulative në këtë kohë, vetëm ka humbur Kosova. Nuk është shkel as kushtetuta, as rregulloria, por shkel Kosova. Kështu që ata duhet me pas një vidije të lartë kombëtare edhe shtetënore se duhet me funksionu parlamenti, se nuk mundet për shembull kemi mbi 80.000 shërbëes civil. Nuk ka, është absurditet që domethënë shërbëes civil mos mund t'i marrin pagat, domethënë deri në shkurt e kështu me radhë. Kështu që ata duhet të bëjnë diçka të rëndësishme këtë dhe mund të mbledhin mbi 80 deputet, në mesin e tyre që janë 100 deputet shqiptar, por mund edhe minoritetet, se ajo vlen edhe për minoritet dhe ta krijojnë, ta hartojnë një ligj mbi financat, domethënë për buxhetin dhe financat. Për një periudhë, siç e thash, keni qenë edhe nënkryetari i gjykatës kushtetuese. A ka të drejtë kjo qeveri në detyrë, zoti Kryeziu, që ta dërgoj projekt buxhetin për vitin e ardhshëm në kuvendin e Kosovës? Shikoni, domethënë gjykata kushtetuese ka pas shumë trysni dhe ka pas shumë punë. Ka herë ka pas punë dhe pa punë. Faktikisht disa situata kanë qenë tragjiko-komike, kur i shikojsha disa udhëheqës të partive politike me ato letra në dorë, domethënë më jep ke imazhin se po shkojnë në komunë me nxjerr certifikat për lindje.
Dhe më thonë, gjykata kushtetuese është një institucion i centralizuar, i cili ka për detyrë mbrojtjen e të drejta dhe lirive të njerëzit të garantuara me kushtetutë në raport me autoritetet. Dhe këto situata janë të situata të pakëndshme, se nuk mund të ngarkohet gjykata kushtetuese me situata të cilat nuk duhet të ngarkohet. Përndryshe, janë situata të cilat mund të zgjidhen me një vullnet të mirë politik të subjekteve politike, por të duhet një vedi e lartë, një sakrifizë dhe kompromis mes subjekteve politike. Përndryshe, këto situata nuk mundet gjykata të udhëheqë qeverinë, të udhëheqë parlamentin, se është një institucion i pavarur, i cili ka për detyrë mbrojtjen e të drejta dhe lirive të njerëzit, interpretimin e kushtetutës dhe të krijojë një balans mes funksionimit të pushteteve shtetërore. Pra, të analizojmë pak ligjin për qeverinë, zoti Kryesi, nenin 31, çfarë thotë, cilat janë kufizimet për qeverinë e detyrë. Këtë ligj e kemi analizuar disa herë. Edhe kemi këtu, e kemi edhe në letë. Për mua, sipas mendimit tim, ky ligj nuk ka fort bazueshmëri kushtetuese, është në diskrepancë me, domethënë, me njëra me tjetrën, por ligji për qeverinë në detyrë është ligj i cili kufizon kompetencat e qeverisë. Një farë forme, Amerikanët për quajnë qeveria kujdestare, ne e quajmë qeveria në detyrë, e cila i ka limitume kompetencat. S'mund të propozoj projekt ligje? Nuk mund të propozoj projekt ligje. Që i bie për buxhetin s'mund ta bëj? Dhe buxhetin, domethënë, duhet të harxojnë. Kuptimin praktik, domethënë, ai buxhet i cili ka mbet duhet të harxojë nëpër masa ligjore, si është. Përndryshe, mund të gjendet një alternativë, si thashtë edhe më herët, domethënë mund të mirët edhe iniciativë nga presidenti apo ashtu edhe prej 10 deputetëve, që në pajtueshmëritë e plotë të partive politike mund të kaloj dhe të miratohet buxheti, dhe nëse jo në formë kështu të mjaftueshme ta quaj, atëherë bëhet ribalancimi i buxhetit qershor dhe aty mund të vendosen edhe investimet kapitale. A prisni që pra nesër të ketë diskutim edhe për çështjen e buxhetit të vitit të ardhshëm në takim të presidenti Vjosa Osmani me liderët e partive? Po, është çështje tepër e rëndësishme buxheti, është çështje në të cilën shërbyesi civil dhe institucionet tjera dhe vetë deputet duhet të furnizohen me paga, domethënë për të jetuar. Ai bie që nëse vazhdon kjo situatë, nuk ka miratim të buxhetit, është një paralizë, kolaps shteti. Po këto situata janë të shpikura, domethënë s'kan qenë deri me tash, dikush është i shpik këto situata, të cilat shkon në disfavor të Kosovës dhe në disfavor të partive politike, domethënë i bëjnë dëm vetit, shoqërisë, sidomos raportet e brendshme shoqërore, po ashtu edhe atyre të jashtme, të miqve ndërkombëtarë, të cilën her pas here thonë se atë ne jemi të interesuar të investojmë në Kosovë, por nuk kemi me kënd të diskutojmë. Faktikisht nuk ekziston një qeveri me legalitet dhe legitimitet të plot, dhe atëherë ata janë të tërhequr dhe janë duke na shikuar edhe ka pak, domethënë, keqardhje se çka po ndodh me neve, për shkak se ne jemi një shtet i cili jemi në ndërtim me sipër dhe ne duhet me pas fleksibilitet dhe duhet me pas kompromise për të arritur të ndërtimin e shtetit, për shkak se na presin edhe situata në të ardhmen, në hyrjen në Këshillin e Evropës, hyrjen në NATO e kështu me radhë. Unë s'mund mi kuptu. Po, e përmendet edhe çështjen e vedijes kombëtare. Po. Këto muaj të fundit, 8 muaj të fundit kanë qenë bllokuese. Disa herë kam cekë edhe të ju këtu e kam cekë, do të thotë kauzat kombëtare nuk duhet shndrohen në kauza politike dhe individuale. Edhe këta deputet në tërësi, dikush më pak e dikush më shumë, këto kauza i ka krijuar i ka shndruar në kauza partijake dhe në kauza personale, në të cilët këto e dëmtojnë zhvillimin e shtetit në gjitha sferat, sidomos në ato politike dhe financiare, ekonomike, si në atë dhe në aspektin ndërkombëtar. A mund të ketë ndoshta edhe ndonjë rekomandim edhe nga presidenti Vjosa Osmani që për ta miratuar buxhetin dhe planin e rritjes të ketë një qeveri teknike, nga që nga shumë kush po cilësohet si rruga e vetme në fakt për ta miratuar buxhetin pa pasur nevojë që të shkelet ligji për qeverinë? Takimi i nesër duhet me qenë debatues, ne jemi demokraci dhe mund të debatojnë gjitha situatat vetëm të kalohet kjo krizë. Presidentja ka detyrë, se është faktori i unitetit kombëtar dhe shtetëror, dhe ka për detyrë ruajtjen e balancit së pushteteve shtetërore dhe garancionet kushtetuese për funksionimin e institucioneve. Kështu që ka një përgjegjësi të plotë që të ndihmoj, të ndikoj dhe të imponohet për krijimin e institucione, për shkak se ato e garanton edhe kushtetuta, e mbron edhe kushtetuta.
Pra, a është edhe si mundësi zgjidhje i një qeverie teknike për ta miratuar buxhetin dhe planin e rritjes? A është kjo e mundur? A është kjo zgjidhja më e mirë pa pasur nevojë që të shkelet ligji për qeverinë? Të gjitha janë të mundura, dhe me thonë, tu nëse ka partia ma madhe, ka 56-57 deputete, në ujtën edhe 4 deputet, për të bërë një qeveri, dhe me thonë, minoriteteve, minore, për të kaluar këto situata. Por edhe këtë duhet këtë dakordem, konsenzus me subjektet e tjera. Absolutisht, këtë duhet të dakordem, por nëse jo atëherë nuk duhet blokuar, dhe me thonë, nëse as s'ka qeveri teknike, thoni është verzioni që kuvendit të fillon. Presidentja ka të drejtë, dhe me thonë, është autorizuar të marrë iniciativa ligjore, po ashtu edhe deputetë kanë të drejtë kushtetuese të marrë iniciativë ligjore dhe kjo mund të kalojë në zbashku me Komisionin Parlamentar të Buxhetit dhe Financa, zbashku mund të kalojë kjo situatë. Edhe duhet të kalojë. Duhet të kaloj, por s'ka as komision për buxhet dhe financa. So du të tentua zoti Kryeziu për të bërë disa komisione, por s'pati konsensus. Nuk e di kush e pengon, po unë kam njohuri të mjaftueshme se se pengon askush që kryesia dhe parlament, punën e kuvendit, ai mund të vazhdojë punën e kuvendit, pa marrë parasysh çka ndodh me qeverinë, mund të vazhdojë punën e kuvendit dhe të vazhdojë me detyra të përcaktuara me ligj dhe me kushtetutë. Kështu që mesin e tyre, do të thonë njëra prej detyrave kryesore është edhe zgjedhja e komisioneve të përhershme, që quhen 4 komisione dhe ato ad hoc aty për aty, dhe nuk ka kurrë pengesë që pas meje, do të thonë nuk pengon kushtetuta apo ligji. Pra, thoni që kjo legislaturë që u konstitua e kuvendit mund ta vazhdojë punën pa pasur qeveri fuqiplote, qeveri të re, me që kjo aktuale është në detyrë. Absolutisht, kjo duhet të vazhdojë punën. Po këta mbikëqyr kuvendi aktualisht, zoti Kryeziu. Këta mbikëqyr. Kush ta mbikëqyr? Po qeveria është në detyrë. Dhe me thonë, kjo vazhdon, qeveria në detyrë, kuvendi duhet të vazhdojë punën, se s'mund ta ndalë punën, nëse vetëm shpërndahet. Në momentin kur duhet të shpallën zgjedhjet, atëherë duhet të shpërndahet si tillë, dhe për të shpërndar duhet 2/3 e deputetëve, dhe me thonë të kuvendi. Kështu që janë disa situata të caktuara të cilat janë të bazuara në kushtetutë. Por këto situata duhet me të kalu sa i përket problemit të buxhetit, sepse buxheti është një segment tepër vital i funksionimit të shtetit dhe pushtetit shtetëror. Kështu që duhet të gjenë një mekanizëm dhe një kompromis mes tyre që ta miratojnë buxhetin, të shpërndahet parlamenti dhe shkojmë në zgjedhje. A besoni që nesër mund të ketë një kompromis për këtë zi prapë çështjen e buxhetit? Unë kam qenë gjithmonë optimist. E ke thënë edhe në këtë studio. Edhe atë ditë kur kam qenë që kam thonë, do të bëhet parlamenti, është bërë. Do të konstohet. Do të konstohet. Zgjedhjen e Nenad Rashiqit. Po. Nën kryetari 5 i kuvendit. Po, zgjedhja, do të thonë është në rregull, do të thonë parlamenti mund të funksionojë për shkak se ka pas gjithmonë aty telashe, për shkak se minoriteti serb nuk ka pas parti politike, ka qenë vetëm një parti politike, e tash janë bërë 2 parti politike, se Nenad Rashiqi ka parti politike të vetën, edhe të këta duhet shkojnë me short. Me short gjithmonë ka qenë e parapam vetëm për këto minoritetet tjera, që janë turq, boqak, e tjera gjithmonë kanë pas të lashën në mesveti, atëherë shorti i ka zgjidhur. Për serbët s'ka pas short për atë arsye se ka qenë vetëm një parti politike. Edhe kjo, dhe më thonë, ta ka respektu, kryetari i parlamentit ka respektu procedurat të cilat i ka rekomanduar edhe gjykata kushtetuese se partia më e madhe ka të drejtë të propozojë. Edhe ai ka propozuar të gjitha dhe pastaj nuk ka fituar asnjëri nga ata, por me shart pastaj ka fituar Nenad Rashiqi, i cili ka marrë 72 vota, 3 vota, kështu me radhë. Po pikërisht lista serbe ka dërguar një ankesë në gjykatën kushtetuese. Gjykata kushtetuese ka thënë se është duke shqyrtuar atë ankesë. E mira e kësaj keqe është se lista serbe, atëherë ku i nevojitet, do të thonë respekton gjykatën kushtetuese, përndryshe, sipas mendimit tim, kjo është çështje e gjykuar rres judikata, nuk gjykohet më për shkak se çdo gjë është proceduar në bazë të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Pra, si do të mund të jetë aktgjykimi, nuk do ta pranoj fare ankesën? S'do të ketë hiç aktgjykim, po do të jetë e palejueshme me akt vendim, sipas mendimit. Si ankesë e palejuar. E palejuar, po. Ky pritet të jetë verdikti sipas jush. Si situatë, domethënë si çështje e gjykuar. Çështjet e gjykuar nuk gjykohen 2 herë. E qartë kjo. Por Kryeziu dua ta sqarojmë edhe për publikun natyrisht, edhe çështjen e zgjedhjeve të reja. A
ka nevojë që të shpërndahet kuvendi, të themi në mënyrën formale, apo në rast se presidentja cakton datën e zgjedhjeve, atëherë bie automatikisht që kuvendi cilësohet të shpërndahet. Në bazë të Konstitutës, do të thotë nëse edhe në raundin e dytë dhe ditor nuk zgjedhet qeveria, atëherë në mënyrë automatike presidentja e shpall zgjedhjet e jashtëzakonshme. Që i bie kuvendi është 0. Po. Mjaft ka punu në bazë të Kjo legislatur shumë atje, zoti Kryesi, kanë merituar edhe paga. Edhe paga. Ishte kjo për ironi, natyrisht. Po, ironi, po. Qeveritë e opozitës, a mund të ketë, nuk mund të ketë? Pa shiko, do më thonë, ideja ka qenë se gjithmonë partitë politike, kur hynë në garë, hynë me marë pushtetin. Po. Unë bili njëherë, pak si me ironi, kam thonë që Albinin shkonet pushon pak, më duke të ju, as diku kam thonë. Këto, kujtoj shumë jenë. Në shkonet pushon pak, do të thëtë, në del në opozit, në ta marrin opozita pak funksionin e pushtetit shtetëror, por nuk e di me lidhën demokratike, diçka është ngurtë, si pas mendimit tim, ka ndashta objektivat veta, se nëse dëshirojnë, kjo pjesa tjetër ka mjaft vota. Por aktualisht edhe PDK-ja edhe AK-ja i duan zgjedhjet e reja. Nuk janë për bashkëpunim, themi, mes partive e opozitare. Nëse i duan zgjedhjet e reja, vinë zgjedhjet e reja, unë ju dëshiroj suksese edhe kështu me radhë. Por këto te opozita gjithmonë vendosi ka akuzat që qeverinë ta mund të bëjnë vetëm me listën serbe. Po shikoni për këtu, interesant ka ndodhur këto situata, domethënë. Lista serbe duhet trajtohet si një organizatë politike e cila është e regjistruar në Kosovë, në organet e Kosovës, dhe po ashtu ka deputetë e tyre kanë fituar vota dhe kanë dhënë betimin në parlamentin e Kosovës për rrujtjen e rendit kushtetues dhe rendit ligjor dhe rrujtjen e Republikës së Kosovës. Sipas mendimit tim nuk duhet me i trajtuar në këtë formë. Aja pjesa radikale e listës serbe, që quhen krahu ushtarak, si e kam quajtur, Milan Radojčićit. Po, ai duhet mu trajtu në bazë të organeve të sigurisë, në bazë të prokurorisë, gjykatës. Mos merret me këtë situatë fare kështu. Ata duhet me trajtu si deputet. Nuk e lejohet ndryshe të trajtohen në këtë formë. Për shembull, është pak është qasi përjashtuese. Po është pak përjashtuese, edhe pastaj kanë rarë këtë farë politikat të kryeministit, kanë rarë gjithë partitë politike, ndoshta për shkak të... Opozita ka rënë në Grackë në zotit Kurti. Edhe kanë rarë në përgjithësi, sepse kjo krijon disa premisa shumë negative në opinionin publik. Kënë se këta janë me serb, këta janë kundër serbe, ose ky serb më i mirë, ai serbi më i keq kështu me radhë, kjo është tepër gabim, se këta janë njëjtë. Të gjithë serbët janë. Sepse janë qytetarët e Republikës Kosovës. Janë qytetarët e Republikës Kosovës, edhe i kanë, domethënë, ndjenjat e njëjta i kanë për Kosovën, ne e dim. Por na nuk kemi detyrë që ata të nxisim që ta dojnë Kosovën, po i kemi detyrë që ata të nxisim që të respektojnë ligjin e Kosovës dhe t'i bëjmë patriot kushtetues të Republikës Kosovës. A kupton, aspektin e mbrojtshëm na nuk kemi mundësi dhe nuk kemi të drejtë. Ata kanë një të drejtë përmendin Serbinë si shtet veten e kështu me radhë, por ata janë shtetas të Kosovës, ne duhet të respektojmë në bazë të ligjeve dhe akteve normative pozitive të cilat funksionojnë sot në Kosovë. Pra, kjo qasje përjashtuese thoni që po bëhet për një grosht vota, kushtimisht ta quaj kështu apo jo? Po jo, e u thash edhe më herët përsëris, domethënë këto kauzat kombëtare, këto janë kauza kombëtare, nuk duhet mi vendosur në kauzat politike dhe personale. Këto e dëmtojnë shtetin, absolutisht. Domethënë populizmat e dëmtojnë shtetin. Këtu duhet me pas njerëz burra shtetit, ta quaj kështu, gra burra shtetit, të cilët bëjnë disa kompromise për hir të zhvillimit të shoqërisë dhe për hir të zhvillimit të shtetit më tepër. Ne jemi endi shteti pa bërë në si tërsi, do të thonë nuk jemi në mekanizma ndërkombëtar, kanë filluar të i kemë do njohje si sot që e patëm një dja, kur ishte njohje nga Siria. Do të flasim më vonë për këtë. Ishte një njohje mirë, kështu që mirë se ardhën për Kosovën. Po, për qeverinë e mundshme të ish opozitës, a mund të ketë pa listën serbe, apo është gabim
sipas jush apo nuk është me listën serbe? Mund të ketë, do të thonë, mund të ketë edhe pa listën serbe, se me këto minoritetet tjera i bëjnë gjatë 2, gjatë 3 deputet i bëjnë, nëse janë zbashku gjitha këto. Nëse këto minoritetet jo shumicë shkojnë gjithë në këto parti. Unë e shoh të gatshëm vetëm kryetarin e Aleancës Ramushi që ta merr detyrën. Ajo është i gatshëm, do të thonë nëse e mbështesin këto. Kishte një deklarim edhe sonte që nëse duam mund ta bëjmë qeverinë nesër. Jo vetëm sot, po gjithmonë ka thonë se do të thonë Ramushi gjatë gjithë kësaj kohe ka qenë shumë konstruktiv. Në bazë nga gjitha subjektet parlamentare ka qenë më konstruktivi dhe është për një shtet, për ndërtimin e shtetit dhe është i gatshëm, sipas mendimit tim, që të marrë përgjegjësinë. Se këtu po friksohen nga përgjegjësitë e ardhshme. Do të thonë përmendën asociacionin, demokracionin, po shteti ka këto procese të cilat duhet me kalu, dikush duhet patjetër me marrë përgjegjësinë. Nuk mund të hiqësh përgjegjësisë. A po alëdoni edhe në lëvizjen vetëvendosje? Mosgatishmërinë për kompromis me subjektet e tjera? Për ta çuar përpara edhe krijimin e institucioneve? Sipas mendimit tim, domethënë nuk di sa do të jetë absolut a relativ. Unë e konsideroj vetëm Ramushi është i gatshëm që të heqë qeverinë në këto situata të jashtëzakonshme. Ndërkohë, vetëvendosja ka pasur përpjekje për të formuar qeverinë me nismen socialdemokrate, edhe ajo përpjekje dështoi me pas një ditë pas që i bie me 27-in. Zoti Limaj u takua me zotin Abdixhiku si një lloj akmarrje kushtimisht ta quaj ndaj vetëvendosjes, si i pat këtë parafrime? Po shiko, më duket në televizje, base praktikave që i kam edhe një personalisht gjithë, dhe më thonë televizje jo shumë serioze. Jo serioze? Absolutisht, nuk janë serioze. Koalicionet bëhen ndryshe, takimet bëhen ndryshe, janë këtë formë. Dhe më thonë, pa qenë përgatitur për vendimarrje, pa qenë përgatitur për sakrifica, se këtu duhet disa lloj sakrificat bëhen dhe ata duhet me ka serioze. Nuk janë serioze. Po shfaqeni të kritik për qasjen e LDK-s, por kishte një deklarim pikërisht nga Fatmir Limaj, kreu nisme socialdemokrate, duke i thurur elogje për Lomir Abdixhikun, është alternativa e re për Republikën e Kosovës. Po nuk di çka thot Fatmiri, po Fatmiri është dashur me qenë më serioz në punën e tij, dhe ai s'ka qenë fare serioz. Nga si? Ka pasur si kusht çështjen e kryeparlamentarit. Po është drejt ta kërkoj apo jo? Drejt është ta kërkoj, po duhet me kërku ato gjërat e cilat kanë mundësi të realizohen. Ne kem shumë të drejta, ne kem drejt me qenë në KB, kem të drejt NATO, kem të drejt me qenë Këshillit të Evropës, shumë të drejta i kem, po ato duhet me realizu, dhe ato të drejta për me realizu duhet sakrificë edhe duhet bashkëpunim. A e duket edhe juve jo e zakonshme, edhe deklarimit që ka pasur nisma se duan vetëm koalicion në kuvend, bashkëpunim parlamentar, e jo në qeveri. Çfarë praktike është kjo, zoti Kryezi? Ju është shpikur apo jo? Pa, di shka tam, por nuk di si kanë diskutuar mbrana aty për mbrana, dhe më thonë është dashur mirë në vesh, dhe më thonë kompromiset është dashur t'i bëj partia, dhe më thonë vetëvendosje, si partia më e madhe, kompromiset aja është dashur t'i bëj, kërkesat dhe thotë i ka pas, dhe më thonë socialdemokratët i kanë pas kërkesat, si pas mendimit tim, me pas qenë unë e parti më e madhe, i kisha pranuar gjitha kërkesat e socialdemokratëve për të funksionuar parlamenti. Por zoti Kurti i ka cilësuar shtrembrim të vullnetit të qytetarëve, kërkesat e tilla me 3 deputet për ta pasur postin e kryeparlamentar. Po shikoni, ndoshta diku na piduket Kurti që është politikan i ri, ai që 20 vjet është në politikë, kështu që po bën politikë edhe fatkeqësisht po i rrotullon të gjithë zoti Kryezi ju? Fatkeqësisht po bin politikën e tij dhe kështu që nuk shoh ndonjë shpresë për këtë moment, domethënë se shkohet pak më ndryshe. Përveç zgjedhjeve të reja, siç e thotë zoti Kurti, zgjedhja vetëm janë zgjedhje. Po zgjedhjet e reja, domethënë edhe zgjedhjet janë zgjedhje, domethënë por ato duhet kanë një mekanizëm dhe duhet me përdorë mekanizëm bazuar në kushtetutë të shkojmë në zgjedhje të reja, se nuk bëhet nami. Edhe herë shkojmë së shtelashe. Po, natyrisht, duhet të diskutojmë edhe lajmin që përmendet edhe ju pakës më herët, lajmin e djeshëm që ishte jashtëzakonshëm apo jo njojnë e Republikës së Kosovës nga shteti i Sirisë, shteti i tretë që e nje në këto 4 vitet e fundit pas Sudanit dhe Kenjas. Nuk kam shumë njëri për Sirinë, po ishte një shtet nga afër 20 milion, dhe kështu që
me origjinë, disa me origjinë shqiptare të lartë kështu me radhë dhe është mirë, bërë shtetin 120 që në kanë njoftë, sa ma shumë shteti që në njohën është mirë për Kosovën, për të hyrë sa ma letë në OKB. Merita, çdo herë ka nga rendi për të marrë merita këtu, zoti Kryeziu. Kësaj radhe, puna e presidentit Osmani u vënë pa, apo kush mendoni më shumë e kush më pak? Vesh mund të tërheqin një paralele, ti e kujton 2008, s'ke qenë qaqëri, dhe më thonë shumë mirë e kujtoj zoti. Për herë të parë në ka njoftë Afganistani, edhe duke pas parasysh se ndoshta Afganistani dhe fare nuk ditë se ku është Kosova, kështu që kanë ndikuar mes të ndërkombëtar respektivisht administrata amerikane, edhe kjo është duke vazhduar, gjitha njohet, domethënë, përveç Shqipërisë, sa dione, gjitha njohët kanë ndikuar administrata amerikane, për shkak se... Pa Amerikën këtë rast në Dubai? Absolutisht. Kanë ndikuar për shkak se Amerika konsideron Kosovën shtet e pavarur sovran si histori edhe të vetën, dhe është interesuar dhe ka qenë interesuar edhe të investojë si në aspektin financiar për ashtu edhe ushtarak. Kështu që është interesuar që Kosova të jetë një shtet i pavarur sovran dhe i barabartë me shtetet tjera. E ne, si qeveria Kosovës, si kemi vepruar me aleatet, me qënti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ka pasur kritika për prishje të raporteve, lëndim të raporteve? Shiko, Amerika si shtet nuk është prish asnjëherë me Kosovën si shtet. Ka mundësi të raportet e qeverisë amerikane me qeverinë tonë, pak me qenë më të ftofta, por Amerika nuk prishet me Kosovën, dhe më thonë, Amerikanët shumë e njohin dhe e dojnë popullin Kosovë dhe një reciproke, dhe veç një ta kemë parasysh për opinionin publik, për thamë, Amerika prishet për Kosovën atëherë kur nuk na furnizon me armë. Deri në momentin kur furnizohet Kosova me armë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, situatat i kemë rregull. Këto situatat e pushteteve shtetërore të vinë e shkojnë, ata duhet ta kenë një referencë, janë të interesuar të kenë një të kenë një partneritet të mirë me Kosovën, ta forcojnë Kosovën, por nëse kryeministri kushdo qoftë si referencë nuk i përshtatet, atëherë e te kalojnë dhe ne vjen një kryeministër i ri. Në fakt edhe kryeministri në detyrë aktual, zoti Kurti, e përdor këtë argument, duke thënë që ne po bëjmë marrëveshje të njëpasnjëshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të furnizuar me armë, me pajisje ushtarake. Andaj sipas tij s'ka fare lëndim të raporteve me Amerikën. Lëndim të raporteve në aspektin e politikave ka, qeveritare, por lëndim të raporteve popull me popull nuk ka, sipas mendimit tim, për shkak se plot kemi njerëz që vizitojnë Amerikën e kështu me radhë. Raportet qeveritare nuk janë në rregull, për shkak se çdo sa unë e di, domethënë deri me ta çdo kryeminist i Kosovës ka vizituar shtëpinë e bardhë, i vetmi kryeministër është i cili sipas mendimit tim nuk ka vizituar shtëpinë e bardhë. Zoti Kurti. Do shta edhe ndaj tjetër pas më kujtohet. Do shta ata që kanë qenë më shkurt në mandat. Mandat, për ndryshe gjithë kanë qenë në shtëpinë e bardhë, është një farë lloji. Do të thonë privilegje me qenë shtëpinë e bardhë, me taku me presidenti e Shtetit Bashkuara të Amerikës të me radhë. Dhe e fundit që duhet ta diskutojmë zoti Kryeziu në raport me institucionet e Kosovës, ka pasur qeveri, kuvend ashtu kështu jo funksional deri tani. Çfarë do të thotë kjo edhe në raport me diplomacinë, me bashkëpunimin me aleatët? Do të mundohem ta përkufizoj këtë situatë, do të thonë kështu. Shtetet e Bashkuara të Amerikës na kanë një farë perceptimi i tyre është që ne duhet të maturohemi si popull. Na kanë thënë, hipotetikisht po them, kufirin me Serbinë ne ja vrujmë, ju duhet të maturoheni, duhet të krijoni vetë institucionet, duhet të krijoni vende pune, duhet të zhvilloni ekonominë dhe duhet të punoni për me hinë mekanizme ndërkombëtare, se përket territorit e keni të mbrojtur, se përket forcimit të ushtrisë e keni të forcuar. Kështu që për këtë arsye ju ka qu fjalë një farë forme të them kështu edhe ambasadave tjera që mos të përzihen në politika qeverise në Kosovë. T'i lëm kosovarët vetë të funksionojnë. Ta krijojnë institucionin parlamentit, të krijojnë qeverinë dhe mekanizma tjerë. Kështu që ka ardhur momenti të maturohemi. Apo maturohemi?
Po A kemi nisur të maturohemi, apo do të maturohemi ndonjëherë? Detyrimisht, do të thonë kemi nisur dhe unë besoj se ky tranzicion nuk do zgjat shumë dhe do të përfundoj ky tranzicion se është bukur i gjatë 25 vjet. Kështu që ne do të jemi shtet i pavarur sovran, me siguri, me qeveri, pa marrë parasysh kush do të jetë kryeministër, me një qeveri dhe me gjithë segmentet tjera të shtetit të Kosovës, i cili do të përfaqësoj shtetin si në nivelin ndërkombëtar, por ashtu edhe në nivelin brendshëm. Të kryezi, o kënaqësi si për herë t'ju kem në studion e Infonatës. Faleminderit nga ju.